Janë mirë, po të lë dhe ty që ta vazhdojsh servimin në pjata. Sot nuk do flasim vetëm për shije, do të flasim për forcë, për traditë edhe për një histori që ka frymëzuar një këmbë të tërë. Nga zemra e Krushës së Madhe vjen një grua që e ktheu dhimbjen në punë, sfidën në guxim dhe kuzhinën në vend shprehse. Sot në studion ton kemi nderin të mirëpresim një simbol të qëndresës dhe fuqizimit, zonjën Fahrije, bashk me gratë e Krushës. Është shumë kënaqësi e madhe që ti kemi këtu në studion ton të Pasion e Profesion. Mirë se keni ardhur. Mirë se u gjetëm. Është shumë kënaqësi e madhe me ju pas këtu. Zonja Fahrije dhe gratë e tjera të cilat e bëjnë tërë këtë punë dhe na sjellin produkte kaq të mira dhe kaq të shijshme çdo herë në tryezat tona. I kemi edhe disa prej produkteve këtu, të cilat përveç produkteve të cilat edhe shiten, mund t'i gjeni në treg, e kemi edhe një pite, të cilën na e kanë sjellë këtu. Zonja Fahrije, mirë se erdhe, mirë se erdhët të gjitha. Faleminderit shumë që e pranuat ftesën dhe jeni në këdo atë kaq do me thonë për 8 mars, për ditën e gruas në Pasion e Profesion. Faleminderit për ftesën, kënaqësi dhe për ne. Prezentimi ke ajo çka na e përmbajmë, po unë sot jam prezentu me një grup grave, jam me disa gra që kom fillu, në unën e majtë kemi Fadile Hotin, në unën e djathtë kemi Besire Durakun, në unën prap tjetër Sadbere Hotin, kuzhinierën e kam me vete Zenunin dhe gjeneratën e rejta Shikballe Hotin. Faleminderit gjithashtu të kuzhinierës e cila na ka sjell piten dhe faleminderit shumë të gjitha juve që na keni sjell këto produkte të cilat i dojmë shumë, me të vërtetë shumë. Këtë bisedë do doja ta fillonim pikërisht ndoshta edhe me pjesën më të vështirë, me luftën në Kosovë, pasojat e cilës nuk kanë qenë shoqëruara vetëm me dhimbje të madhe personale, por edhe me vështirësitë financiare që i ka përcjell ekonomike për ju. Si keni arrit që të gjeni forcë me i përballu gjitha këto dhe ndoshta cila ka qenë vështirësitë më të mëdha të cilat i keni ndesh ju gjatë kohës? Fatkeqësisht, ajo që ka ndodhur në gjithë Kosovën ka ndodhur edhe në fshatin tonë Krushe, ku një pjesë ndërmuese e burrave janë vrarë gjatë natës nonës. Mas kthimit nga Shqipëria, çdo send ka qenë shkatruar në fshat. Kanë qenë mbi 226 burra të vranë, 148 gra të veja, po 502 fëmijë pa prind. Edhe ka qenë humner, ndoshta mund të thonë që ka qenë çdo send e shkatruar. Njerëz, ngjalla materiale, në shtëpia. Mas kthimit nga Shqipëria bashkë me gra, edhe unë fillum të organizojmë protesta për personat pa gjetur në atë kohë që ne e lanë burrat veçgjallë dhe kur u kthym nga Shqipëria nuk i gjetëm më, edhe dëshëm me kërku se mu informu kush ka ndodhur me ta dhe ku janë. Kjo ka qenë rrugtimi i fillimit tonë që kemi fillu me trukit në përdyrë të ndërkombëtarëve në atë kohë, të institucionëve të Kosovës, nëse po marrim ne informat për njerëz. Kuptohet që mendojshim që janë gjallë. Po fatkeqësisht, sot as e ditën as kemi informacione, disa janë varrosur në disa zhdukën. Kanë qenë momentet më të vështira tonët, por në 2003 vendosëm të melohen si shoqata gratë e veja, kryesisht i profesion personat e pagjetur në atë kohë. Gjatë kohës takime me medje, takime me donatorë, me organizata vendore, ndërkombëtare dhe fillum disa kurse. Kanë qenë kurset, ndoshta ka qenë kursi më i zëshëm për neve, kursi i patent shoferit, ku unë ndoshta kom marrë një vendim personal, po të gratë ka qenë shumë i zëshëm, me plasua, me bind gratë që duaj me marrë patent shoferit, me vozit, me dalë, me mbjetua, me jetu. Tu kanë qenë ato rrugtimet e para, konkretisht kanë qenë identifikimi personave të pagjetur, identifikimi kofomave që u duke familjarët me identifiku. Po ka një herë u bofshim edhe bashk, edhe mërzien, edhe të mirën, edhe të keqen, diskutojshëm bashk. Ndoshta ka qenë për neve ajo mas sfiduese, ose ndoshta ka qenë edhe ai vendimi që ko marrë unë me marrë patent shoferin edhe me marrë disa kurse.
ka qenë e mire për neve, po gjithmonë kanë qenë kurset jo profitabile. Dhe më thënë familjet fëmijët nuk kishin të arna mujore që me mbajt familjen, kishin fëmijët e vëgjël në atë kohë. Edhe këto janë hapet e parë që kemi fillu. Edhe mas ndaj kanë vazhdu edhe aktivitetet tjera, deri në 2005 vendosa individualisht tash pos këtine dhe me fillua diçka ma ndryshe me bo, dhe atëherë ka qenë pikrisht se fshati i kultivon këto produkte tona ose këto perime aty në fshatë, dhe pa mundësia me dalë me shit në treg si gratë veja për shkak pra gjykimve të njerëzve të ndryshme. Ta fillëm me konservu, po në atë ku kemi punu në për familjet e tona, nuk kemi punu në i qendër të përbashkë deri në 2010, po këto janë ato hapet e parë që kemi fillu na dhe Ju nuk keni dorëzu? Nuk kemi dorëzu edhe nuk dorëzohem, edhe nuk dorëzohem me të vërtet që muj me thonë që puna, aktivitetet dhe ajo lëshmëria mes veti me grave në ka bo ma të forta dhe jemi sot këto dhe prezent në çdo media që jemi të Kosovës, jemi taft, jemi të guzimshme me punu dhe me mbjetu. Gjatë kohës sa jemi duke biseduar, besoj që Pashtriku dhe Qamili vetë se janë gati, ndoshta edhe me shërby ushqimin, sepse do e provojmë edhe ushqimin e pasion e profesion, po ndërkohë po ju pyes edhe për produktet, ndoshta do doja ta ndroja edhe pak temën, do dalin tek produktet të cilat ju i sjellni me kaq dashuri dhe me kaq punë të madhe. Cila ndoshta është receta më tradicionale që përgatitet nga gratë e Krushës? Ajo që është ma e kërkuar në treg edhe ma tradicionale është hajvari. Pse është hajvari? Se hajvari nuk ka përbës tjetër, po që është spec vaj. Hajvari me bo një kavanaz hajvari ose një tenxhera hajvari duhet më spakti 8 orë me zi. Specet duhet më pjek, më qiru, edhe më artit e zinja për 8 orë, mas ne më gjyt me qitë në për kavanoza. Kjo është ma tradicionale, me qenë që edhe specet janë krejt njërë tradicionale që është kemi fillu dhe vazhdojmë qështu, se çdo produkt kapet me dorë, çdo spec i hiqet dhe pastrohet me dorë. Çfarë bëni e specave? Ato gratë në tubë kur janë të punu, aty e bëjnë përzgjedhjen, edhe aja që është pak i dëmtuar e largojnë dhe nuk kenë funksion ajo. Po sa na tregove që procesi i përgatitjes së ajvarit zgjat diku 8 orë, zjerja, po e produkteve tjera, shembulli këtyre turshive që i kemi këto me kos. Po, këtë një produkt që gjitha turshit konservohen me një bure, me një fuqi të madhe, të njëjtë. Mas ne bëhet klasifikimi, për shembull kemi specin me kos, këta specet janë tane, kosin e marrim qumshtin e vlojnë, e zojnë kos dhe i mushin kavanozët. Po kemi edhe specat hapën, kemi diku 43 produkte janë, po në 2 produktet kryesore që ka kërkesa më shumë i treg, është hajvari dhe ky lloj. Atëherë varion edhe prodhimet e tjera që kërkohen treg një sasi më e madhe. Po, a mundesh me na tregu se si organizohet puna gjatë sezonit të përgatitjes së konservave? Na fillimisht kur kemi fillu, kemi punu 2-3 muaj në vit, nuk kemi punu, po fatbarësisht nga 2005 me ngritjen e objektit ku jemi, në objektin ekzistues, se kemi infrastrukturën më të mire, ku objekti ka diku 1200 kvadrat. Edhe është aktivitet që janë proceset të ndryshme. Fillimisht i pranojmë specet nga fermert, bëhet pastrimi i specëve, bëhet larja e specëve, edhe hudhja në për vendet veta ose në për bure, mas ne frekuentohen me ato harxhet e veta që gratë kanë resepin, edhe mas nejna. Në 3 muaj verë së të mundim me konservu. Në 1.200.000, 1.300.000 kilogram të kulturave të ndryshme konservohen. Gjatë kësaj kohe, kur nuk ka spes, na fillojmë ambalazhimin e atinve edhe plasimin në treg. Zonja Farie, po a përdoni receta të trashëguara brez pas brezi? Faktikisht na ku kemi nis, po, është recetë trashëgume. Kryesisht ka qenë vjerra jeme edhe që se zojës që aty, ata shkojshëm me pyet shumë ka njëherë, sa duhet me qitë këti, sa duhet me qitë këti, sa duhet, edhe kjo është që ka deri këtu, kjo tradit. Dëmë dhe thonë ka qenë krejt këshilla e vjethrave. Qysh kanë punonet e tona, atëra i kanë konservu të shit, ato kanë bo për konsum familjar, ndërsa na bojmë për konsum të krejt Kosovës edhe
diasporës. Po, a mundeni ndoshta me ndo pak ndonjë sekret të përgatitjes të ajvarit, ndoshta për nënën time dhe për të gjitha gratë që po e ndjekin emisionin, apo I keni sekretet e juja dhe nuk doni me I shfaq? Jo, nuk është diçka që na kemi shpik, nuk është diçka që një produkt na kemi shpik. Ajvari ka qenë, po kretë është mënyra e zimjes. është mënyra zimjes. Nëse zihet ajvari tetor dhe ka vajt mjaftueshëm për cilët në ato, normal që është I mirë. Nuk muj që më thonë që ka diçka të specifikune në sekret mbrana ajvarit, jo. Nuk kemi, edhe për të shi edhe për gjitha, mujmë shumë shlirë me kallëzu receptin se shihet kur gjënto. Po, ju produktet edhe I eksportoni. A ka ndonjë, a mundini me na tregu se si arrini që ta ruani edhe shijen tradicionale, por edhe cilësinë, kur bëni edhe prodhim më të madh? Faktikisht unë të thash, na kemi fillu ndoshta me 100 kg spes, tash kemi kalu në 1.200.000 kg të kulturave të ndryshme, po fatbarësisht unë të tham rujtja edhe cilësia që e mbron është vetë zemra pastërizimit. Dhe me thonë nëse mushen me kohë dhe pasterizohen me kohë, atëherë normal që kam ju rujtë cilësia. Momentin që të hapët, nështë ta mundet me qëndru një javë ose 10 ditë, po një muj së në qëndron, kur t'i hapët ka paku. Po është mbyllje e mire, hermetikisht, është e pastrume, aja normal që kam I qëndru. Tash për shembull na eksportojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aja nëse I dështon atij, ai mo nuk e merr. E kështu që E sa mirë që keni shkuar dhe aq larg. Po, a keni ndonjë ritual para se të filloni sezonën e ajvarit? Që e bëni ju gratë? Na, normal, para se me asi pak kam fundi qërshorit, e kemi një ritual tjetër që shkojmë një 2-3 ditë, marrëm pak energji pozitive në Bregdetin shqiptar dhe mas ne e kthemi punës. Unë muj me cek ritualet ditore, për shembull në oratet e marrim, dalim në punë, mëngjes se kemi kafen e përbashkë që pim kafen unë edhe gjitha gratë bashkë me mu, edhe përsaktohem kush ka kemi me bo. Se janë sektoret e ndryshme që ndoshta unë një sektor të hajvarit me këto më të vjetrat e përcjellëm, ndërsa sektoret tjera I kanë grupe tjerë. Vazhdojmë me kafen e mëngjesit, mas ne vazhdojmë me aktivitetet e punës, deri në ora 11. Në 11 e kemi ritualin e drekës, po kemi restoranin tonë ku I kemi dy kuzhinierë që përgatitin ushqim tradicional për neve, po në ndoshta jo krejt komplet me mishna, po bojmë edhe flia dhe pite dhe ushqim tradicional si nonet e tona që e kanë bo, mas në ora 2 prape kanë kohën e kafës, edhe atëherë kanë pak pushim, kështu që krejt kohën nga ora 8 te në ora 6 kanë aktivitetet të ndryshme mbrana kooperativës. Po, kanë kohë ndashta dhe neherë me lëshu muzikën edhe me këcy. Edhe me këcy. Ajo është pjesë e jetës, po kanë kohë ndashta dhe kur kanë momente që stagnojnë nalën edhe fillojnë me qa. Në më thonë, I kanë të përbashkë këta krejt. Po. Ndoshta tash është koha edhe me provu pak ushqimin, që e kemi tashmë në tryez. Faleminderit shumë. Qamili po na sjell edhe djathin e Sharrit, na shoqëru. Faleminderit shumë Qamil. Pashtriku dhe Qamili pra I kanë bërë këto pjata të mrekullueshme në Pasion e Profesion, po ju ftoj dhun që t'i provoni t'i shijani. Dhe ndoshta të vazhdojmë edhe me pyetje tjera se ndoshta t'ju pyes pak se si e keni përjetuar edhe atë momentin e parë kur I keni pa edhe produktet e para që kanë dalë në treg. Dhe si e përjetoni tash? Me thonë drejtën jo, ndoshta momentet e parë që kemi pa për herë të parë në përshtandet e linjes marketore në Kosovë, po edhe tash kur shkoj që vizitoj tregun në Evropë, qoftë në Zvicër apo në Gjermani, edhe ala sot nuk I besojmë që produktet e tona janë. Po, fatbarësisht kjo ka qenë vendimi I jonë që s'jemi dërzu asnjëherë, edhe nuk kemi fy asnjë ose s'jemi thy me thonë jo, sot s'do na me punu, jemi demoralizuar, s'do me punu mo. Kjo ka qenë koreksia vetë grave, qëndrueshmëria atinve, sinceriteti të gjitha atinve grave që kemi fillu me këtë aktivitet, po fatbarësisht kur ka sukses edhe mirë si modeli mirë, jo veç në Krushë, mrena Krushës, që ka edhe pika tjera po nivel të Kosovës, edhe I frymëzojsh edhe gratë tjera që duhet me punue, nuk është të thonë ndoshta veç të shi, po
kemi plot produkte tradicionale që mujmë me bo vetë gratë dhe me plasu në treg. Po, cili ka qenë momenti më i bukur që e keni përjetuar gjatë punës me gratë? Do shta për të pysë ty personalisht tash, edhe mi tregu në sytë grave këtu në emision. Momenti më i mirë ka qenë në 2010-ën, ku 12 veta gra që kemi punu në për familje, ndoshta në për shi, në për borë dhe në për të ftoft, ka qenë momentin 2010-ën ku na jemi bo bashk. Edhe pse kemi punu te në ora 4 në mëngjes, po në asë njëherë s'kemi ditë më lodhë. Dhe më thonë, kër jemi arë në ora 10 në punë, jemi konë të freskë, tha, thuj ti pse s'kemi punu te në 4, pse ka qenë ambienti. Ai ka qenë momenti më i mirë për neve, që na jemi bo bashka, kemi fillu diçka me punua dhe Tash ti bëj do pyetje që nështë ta mëj me të prish pak me gratë. Kush është ma e zhurmshmja në punë? Prej grave. Jo, është pyetje me vend, është pyetje nuk ka, zhurmë kooperativ nuk ka. Më besoni që nuk po du mjë bo qefin gravëve që i kam prezent, se me këto kam otu prapë për krushe, edhe gjithë jetën, thuja ti 2 dekada e kam bashkë me këto, po në kooperativ nuk ka zhurmë, në kooperativ ka veç harmoni. Po në ato që jemi ndoshta edhe në atë aspektin e mirë. Pa flasë gjithmonë, ndoshta prapë na i motivojmë të gjeneratët më të reja, që këtë grupi i 4 edhe një se kemi prezent 5, jemi që japëm motiv të tjerëve që duhet me punua dhe pse kemi përjetu gjithë ato sakrifica njetë dhe jemi bo ndoshta shembullin më i mirë, mu i me thonë, po jemi konë dhe viktim mas luftës, prapë nga grupi vjetër jemi pak ma të fuqishme, ma të hareshme, ma zhërmtare. E kush është më perfekcionistja? Që ka qefë gjithë shka me qenë perfekt? Sa i përket, na kemi marrë ndoshta këshillën e vjerës tema, apo të vjerës saj, apo të vjerës kësaj, po këto që i kam prezent janë ato ekspertët që e mbajnë tregun e Kosovës. Është shumë kënaqësi e madhe t'ju kem këtu në studio. Nuk ndodh me përfundua hajvarin me vendimin tem, pa dhonë vendimin këtu. E si e vestoni kur keni ndonjë rekord shitjes? Me thonë vërtetën, viti 2025 ka qenë viti më i suksesshëm në 2 dekadët. Edhe sa i përket fermerëve ka pas kulturat mjaftueshëm në treg, po edhe na kemi qenë në top në eksport. Diku kooperativa në 2025 ka arrit në 35 mauna eksport jashtë shtetit. Tunis, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Zvicër, Gjermani, Francë, Austri, Luksemburg, edhe në Belgjik. Më thonë ka qenë tregu më i ri Belgjika, edhe ka qenë viti më i suksesshëm, po për nderë 8 marsit, unë e bashkë me gra, do të toj për në Shkodër, edhe kjo është ajo festa jonë. Ajo festa që do e keni për sukseset e ju. Festa e gruas, e kemi 5 vjetorin e hapjes fabrikës së re ku jemi tash, edhe 8 marsi është festë e gjitha grave. Po, a ka ndonjë recet ose ushqim që ka domethënie të veçantë emocionale për ju, që ndoshta ju kujton fëmijërinë ose ndonjë periudhë tjetër të rëndësishme të jetës, cilat ndoshta janë ato gatime tradicionale që ju kujtojnë më shumë familjen dhe fëmijërinë? Hajvarin na shumë pak e kemi përdorë, pa flas si fëmijë nuk më kujtohet, po produktet me lakna më thejnë pak në kohë, specët me lakna që i bëshin gjyshtet tona përpara, specët me lakna trangujt, domatën, këto na kthejnë pak në kohë. Hajvarin unë si fëmijë nuk e majnë mend. Nuk e majnë mend se kënë bo asnjëherë, po në krushe më soba. Tash e keni mësuar dhe e bëni më së miri. Mundohem. Po në fund të ditës, çfarë ju bën që të ndjeni krenar me veten? Në rast se kemi një sasi të konsiderueshëm, pa flasëm për puna, po në ambient punës. Në rast se kemi një sasi të konsiderueshëm të specëve që nuk na merr mendja që kemi me përfundu. Po ka kohë që i përfundojmë para afatit,
Aja në bënë më mirë. Po si një grua që nuk u dorëzuat asnjëherë, cili është mesazhi që do doni t'ja përcjellnit për të gjitha gratë në përgjithësi? Mesazhi është që çdo gru duhet më konë vetvetja, duhet më konë më e fuqishme, edhe pak le ta hekin atë egon edhe xhelozin pse faria ose pse tjetra, le të punojnë se si dhe për familjen e vetë dhe në të kontribuojnë në familjen e vetë, edhe në të mirën veç me programin edhe me jetën e vetë, ashtu ecish përpara. Për ndryshe nëse kthehesh në këton këshyrish, edhe mbrapa përpara nuk shkon kurrë. Faleminderit shumë, zonja Farie, që ishit pjesë e emisionit Pasion në Profesion. Faleminderit shumë të gjitha juve, ishte vërtet kënaqësi shumë e madhe që ju kemi këtu. Gjithashtu në këtë ditë të gruas, faleminderit shumë që keni qenë motiv, por edhe krenari për gjithë ne. Faleminderit dhe krenaria për neve ju një gjeneratë të reja që tashti nuk pe harronit kalumën, edhe piftonit paktën gratë, ato gratë që kanë sfidu jetën, dështë kanë hub më të dhimbshmit jetës vetë, po prap jemi bashkë me juve, po ju na motivoni neve më shumë. Është kënaqësi shumë e madhe. Faleminderit.